صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب ما جاء في العلم. أي سفارك آرضر الرث ديس. عن أنس رضي الله عنه قال: أنس رضي الله عنه ثت: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، përderisa ne ishim ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në mesgjid, në xhamin e pejgamberit alaihi salatu wassalam. دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم قال: përderisa ishim ne me pejgamberin në xhami, kur hyri një njeri, zbriti pej devës, e lidhi devën, o afrua dhe tha: Ejukum Muhammed, cili për jush është Muhammed. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte ullu i pështetur mes shokëve, njëri prej tyre i pështetur. فقلنا هذا الأبيض المتكئ، ja kë fytyr bardhe, i bardhakane, fytyr bardhe, i cili është i mbështetur, ky është Muhamedi. فقال الرجل، njeriu tha, ai beduini: يا ابن عبد المطلب، o biri e Abdul Muttalibit. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. pejgamberi tha عليه الصلاة والسلام: urdhëra. قال tha: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. On dua të pës diçka, ama dua të pës e randë, pyetjet më dha të randa. فلا تجد علي في نفسك، e mos u prek, mos më hidhra, se unë do të veti pyetjet randa. فقال: سل عما بدا لك. Tha pejgamberi, tha sallallahu alaihi wasallam, pyet vetë çka të dush. قال: أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كافة. Tha ai beduini, po të veti, po të pës, për hir të Zotit tënë, pra poshtë Zotin tënë, dhe Zotin atyre që janë para teje, që kanë qenë para teje, pra Zotin e kësaj gjithësie. Allahu të ka dërguar, është e vërtet që Allahu të ka dërguar pejgamber të këmbar njerëzimi. Qal Allahumma na'am, tha po, pasha Allahun. Qal, tha sërish beduini: Anshuduk Allah, për të beto, për të bëjbena Allahun. Allahu amaraka an tusalli as-salawat al-khams fi al-yawmi wal-layla. Është e vërtet se Allahu të ka urdhëruar që të falësh 5 kohë namaz, mbrana dite dhe mbrana natë. Qal Allahumma na'am, tha pasha Allahun po. Qal: أنشدك بالله، po të veti për hir të Zotit, për përsërit pra pasha Allahun. Allahu amaraka an tasuma hadha ash-shahra min as-sana. Është e vërtet se Allahu të ka urdhëruar që ta agjerosh këtë muaj mbrana viti, pra në vetë një muaj me agjeru. Qal Allahumma na'am, fa pasha Allahun po. Qal:
أنشدك بالله بدبيت برهير الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائها فتقسمها بين فقرائها أشت vërtet se Allahu të ka urdhëruar që ta marrësh zekatin prej të pasurve e t'u shpërndash të varfërve. Qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am. Pejgamberi alaihi salatu wassalam tha po pasha Zotin. فقال الرجل أي njeriu tha Amantu bima ji'te bihi, besova me atë që ka i dërguar ti. Ana rasulu man warai min qaumi, unë jam i dërguar i popull, fisit tim, popullit tim. Ana Dimam ibn Thalabata, unë jam Dimami, biri Thalabas. Akhu bani Sa'd bin Bakr, jam prej fi vlla i Sa'd bin Bakrit. Kë hadith Imam Bukhariut Allahu e pas mëshiruar, e që Imam Bukhariut të tëllan bab ma gja fil ilm, e që ka ardhur rrëth dijes, sepse kë beduini ka ardhur me kërku dije, dhe shumë serios, pak i ashper në pyetje, por mësuesit duhet me ndëgju, edhe nëse nxanë se është i ashper. Sepse ai ndoshta nuk e din edukatën që është me nxanë dije, që është me pyet. Nuk e din. Njeriu ku dje me mësu diçka, mos e kthe duar thot. Po ne shkojmë tek kuptimi i hadithit, ku Enes thot radiallahu anhu. Enesi shoqëruesi pejgamberit alayhi salatu wassalam prej kur ka ardhur në Medinë. E morë nana e vet, fëmijë. Edhe dërgoi në xhami tek pejgamberi, tha ja Rasulullah, unë nuk po kam me qa me të ndihmu ty, me ndihmu këtë din, por e kam që djallë. A bën me lanë të ti e me të shërby këty me të gjinë, ja Rasulullah. Me të bo hizmet. Pejgamberi pranoj, alayhi salatu wassalam, edhe Enesi e pat një fat që se patën asnjë tjetër. Sepse askush si ka shërby pejgamberi se kurse Enesi. Lume ky projekt i lumë 10 vjet. 10 vjet i ka shërby. Radiallahu anhu, këj bekuar, thot përderisa ishte me pejgamberin në xhami, ullur në xhami. Nuk po tregon që ai shumë duke ba, por i shumë ullur. Tash kanë të bisedu, të spjegu diçka, të pyet pejgamber me rëndësi, ullur bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam në xhami. Kur erdhi një njeri, hyri një njeri me deve. Këtu kuptohet që deven e ka shti në xhami, por komentues të hadithit kanë thonë devën e ka lidhë jashtë. Devën e ka lidhë jashtë, edhe himrana në xhami. Dhe i ka pa kallabllak, dhe nuk po jap selam, nuk po lip leja bën me vetë, asa po i pengoj, jo. Veç drejt afrothet, ejukum Muhammed, cili prej jush është Muhamedi, nuk po thot cili Rasulullah, sepse është dokat me thonë Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ky jo, bedojnë aty në kanë ata ashtu. E pejgamberi pa thotë Enesi, alayhi salatu wassalam, ishte mbështetur në mes shokëve të tij. Ullun mes shokëve dhe i mbështetur. Dhe i thanë, ky i bardhi i cili është mbështetur. I bardhi, e pejgamberi ka qenë i bardh se kurse ne. Ka qenë i bardh të koqë. Por të ta është quajtur i bardh në krahazim me ngjyrën e tyne, sepse ta janë të koqë që i përngjan ngjyrës të koqë të mbyllët. Ata nuk dojmë i thonë zezë, por ne i themi se e vrok qashtu.
E din Arab çfarë ngjyre kanë. Ato edhe kështu në jetë e përditshme njihen racë kuqe. Arab nuk njihen racë zezë, njihen racë kuqe. Por pejgamberi krahasim me ta ishte i bardhë, alayhi salatu wassalam, andaj pëthojnë që ai i bardhë që është i pështetur. Që starë që ka kuptohet, për pas edukatës beduinit, që është e kanë edukatën ata beduin, do të me respektu njerëzve, do të me sfur dal nga dal njerëzve, nuk din. Por, tek pejgamberi këtu, hyni aj, dhe nuk e njofti pejgamberin cili është, alayhi salatu wassalam. Pse? Sepse nuk dallohej pej shokëve, nga modestia e tina. Kur nuk e dallohej pej shokëve të vetë. Kur në asë gjë, asë në shqen, asë në kur është ullë dikon, kur gjë, s'ke mujtë më dallu atë. Veç nëse ke qenë largë pamës, nëse ka qenë e qikar dhe i ka po, që atë njëri ku përshkojnë, për respektojnë, dishka që dëtë shumë. Për ndryshe, me dalluhe, që është dalluhen mbretërit, e kërëministrat, e ministrat, e perandorët e të tjerë, ku kanë veshje të veçantë, e ulen në për koltuqë, në për karrika alamet, të zbukuruara të tjerë. Ja. Me sandë njëtë. Modesti, Allah zërë musliman, modesti. A i ka qenë shambull. Për atë Allahu ka thonë për të ujnë e ke la khuluqin adhim, me të vërtet të jenë një shkallë të lartë, të ahlakut. S'ka ma të lartë saj. Modestia nuk ka para që paguan, nuk ka qmim. Nuk ka qmim. Robi dhe të me qenë modest. Për me ndjek rrugën e ti, dhe për me qenë afer Allahut. Modest në qenë. Sada që të kanë ngritë të Zotit, të poshtë. Sepse nuk ngritësh të Zotit të shku për pjetë. Pa të Allah ngritësh të shku të poshtë, të qenë sa ma modest. Ka argumente sa të dush për modestin e ti, por është edhe këhe, që pacaret bjen në sy. Pacaret bjen në sy, hyna i nuk e njef, edhe ka nevoj me pyet. Pastaj vazhdojmë, faqale rrëgjëll, të është ju afruaj dhimami, se në fund të rëgoj emne, tha unë jem dhimame të bin Thalib, unë jem dhimami i biri Thalibes. Ju afru dhimami, edhe i tha, jebne Abdel Muttalib, o biri Abdel Muttalibit, e që pejgamberi ishte nipi Abdel Muttalibit, se ishte biri Abdullahut, por s'prish puna jo. S'prish pun, përmenet gjyshin, sepse ka që shumë i famë shumë, andaj, si biri babës, si biri gjyshit, i ty në shtaj, e lëzë tina. U biri Abdel Muttalibit, pra, o Muhammed i bije, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, urdhëra, nuk e qartoj, nuk e të reki vrejtin, kudës, dhe që urdhëra, i nisa i luke, unë kam e të pyjt diçka, fe më sheddidun alik, ama do të pës pak rëndë, mës më prek. Kjo është dukatë tash, kjo është dukatë. Pra, nëse në veti diçka rëndë, ti mës e prek. Sepse nuk kam për qëllim që ti me të nërvëzohë diçka, për pyjtje si bastina, si basti, pyjtje që në të rënda. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, urdhëra, sel amma beda lek, veç ka të dush, ja qeli derën. Dhe kjo është dukatë e tina. Veç ka të dush. Ku ju përgjigje shokëve të tina. Qka dhe që pytnin? Ma dje dhe ka njëherë kur s'ka lidhje hiqë se vynë atina sen. Se shkemi të cekë me herët, ja Rasulullah me të sa kuro kiameti. Me qatë hinu dhe ty kuro kiameti. Për ty e më rëndësi që a ke pregaditi për kiamet. Por nuk e thashto. Qatë hinu dhe, por i kalzaj. Se kiameti kur bëhet kështu, që kemi të cekë me herët, kur hupe manete për të kiametin e të tjerë. Ka njëherë pysi njerëzit, kuj përgjigje. Ose pyet diçka tjetër, e pejgamberi përgjigje në pyetje që përshtat atina i vynë atina, alayhi salatu wassalam, dhe këtu shihet për pas edukatës e tij edhe psikologjia e tij, që kupton pyetjen. Dhe kjo është aftësia e mësuesit. Aftësia e mësuesit është me kuptue, apo hoqës e meftiset e tjerë, me kuptue
pyetësin atë që po merr fetva, që po lyp fetva apo që po vet me kuptue psikologjin e tij, çka ka danaj. A ka provokuese, a ka për vete, a ka veç me mësu, a ka me tërgu dikujna, a do me vërtetu, a ka mira se ka, çka për dënaj me te? E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë kush ka qenë. Se do që tjetë, pejgamberi tha për çka të dush. A i tha, për të ves, për të pyti për hirë të Allahut, pra për të bebe në Zotin, tanë, dhe Zotin aty që kanë qenë para teje, Allahu arsalek illa nasi kafe, a është të vërtet se Allahu të ka dërguar pejgamber të këmbar njerëzimi. La ilaha illallah. Qal Allahumma nam, tha po pasha Allah. Po pasha Allahun, Allahum ka dërguar pejgamber të këmbar njerëzimi. Mubashiran wa nadhira, me i përgëzue ata që punojnë mirë dhe mjaft të rregë vrejt janë atyne që punojnë keq. Mi u tregu njerëzve se mas kësaj bote ka një botë tjetër. Dhe se njerëzit do të ringjallen, do të dalin para Zotit dhe do të llogariten sipas ameleve, veprave tyne që i kanë bën këtë dynja. Pra po, të këtë gjithë njerëzit janë dërguar. Jo vetëm të Kurejshitet, jo vetëm të Mekasit, jo vetëm të Arabet, por të këmbar njerëzimi. Pastaj, dhe imami tha, po të bëjbin Allahun, po të ves për hir të Allahut. A është e vërtet se Allahu të ka urdhëruar me i falë 5 kohë namaz mrena dite dhe natë? Tha Allahume nam, po pasha Allahun. 5 kohë namaz. 5 kohë namaz, o musliman. As 4, as 6. 5 kohë namaz. Po pasha Allahun. Allahu e ka urdhëruar atë bekuar dhe në ka urdhëruar edhe neve që t'i falëm 5 kohë namaz. Mrena dite dhe natë, që shidimin e kohë të namazet, pej sabahët dhe rinjatësi. Urdhër e Allahut. Po, tha vallahi, po. A i po bën be, pejgamberi bja këthen me be. Alayhi salatu wassalam. Pastaj i po i thot, po të vete për hir të Allahut. A Allahut ka urdhëruar me agjeru një muj dit në vetë, tha po pasha Allahun. Allahut ka urdhëru me agjeru një muj Ramazan. Që është Ramazan? Të si tha Ramazan, po kuptohet ajo. Një muj Ramazan, pra shtyll, prej shtyllave të dinit, të Allahut Azza wa Jall. Se që është namaz e shtyll, farz i prerë, po ashtu agjerimi shtyll, farz i prerë. Pastaj i tha, po të bëj beva, po të ves për hir të Allahut. Allahut ka urdhëruar që këtë zeqat, kë ka thënë sadaka, po ka për qëllim zeqatin, mja marë fukara të pasurve, dhe mja dhënë fukarave, tha po pasha Allah. Allahum ka urdhëruar me marë zeqatin, mja marë zeqatin njerëzve, mja mbledh zeqatin, e mja shkep atyne që meritojnë. Këtu ka thonë fukarave, sepse fukarat jenë të partë. Inëme sadakato lil fukara, të partë ata që meritojnë zeqatin, nëse ka fukara. S'ka fukara, shkojmë tutje të grupet e tjera, derisa ndoshta vjen një zaman, si në kohën e Omer bin Abdulazizit, 8 lloje të zeqatit, as në lloj nuk gjindet kohën që meriton zeqatin, as që pranon zeqatin. Ka ndodhen në zamanet të ndryshme edhe këtu. Por në parim, fillan me fukarat, sepse është me ngi buk njerëzit. E ngirja buk është hapi parë. Mas fjales la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, barkin mja një robit. Barkin mja një robit, andaj zeqati është farës, andaj është shtyllë dinit. Ka barkin pletaj, me ka nevoj për loks, ja zeqati nuk ka për loks.
Ja, shkojmë të grupet e tjera. I 2, i 3, i 5, i 7, i 8, s'ka asë një. Zbohet pa pas në një. Por ka ndodhur, si në kohën Ömer ibn Abdulaziz, ko zekatin nuk kanë kujnë e japin, sepse askush nuk e pranon, sepse s'ka fukara, s'ka nevojtar, s'ka. Nga se gjendja ekonomike është në kulminacion. فقال الرجل këtë imami pastaj tha, amen të bima gjete bihi, besova apo kam besuar në atë që ka ardhur ti. Imam Bukhariu, Qadhi Iyad, zgjedh Ibn Hajeri të tjerë, mendojnë se ky veç ka qenë musliman me këtë fjali të tina. Thojnë ky ka qenë musliman. Më herët, e disa të tjerë thojnë jo, ky pasi kanë dëgjuar këtë përgjigje të pejgamberit alayhi salatu wassalam, tha besova në ty. Ana rasulu man warai min qaumi, unë jam i dërguar i popullit tim, fisit tim. Wa ana Dhimam ibn Thalabata, unë jam Dhimam biri Thalabes, vëllau i Beni Sa'd bin Bekrit, është një kabile arabe atje. Tanja ka qenë kë musliman më herët, apo aty bë musliman që nuk qenë shumë pesh, është çështje shkencore mes ulemave dhe historike më shumë. Por rëndësishme është se pejgamberi alayhi salatu wassalam tregoi dukat qysh meriton ai bekuar të lartë, e që Imam Bukhariu ka këtë qëllim të pyetësit edhe atij që i përgjigjet, të nxënësit dhe të mësuesit, formën, se si njërë për formës si është marrë, apo si mirët, apo si zinet dia, e që është me pyet mësuesin e me ju përgjigjë. Vrehet se këtë hadith nuk është cekur haxhi. Nuk është cekur haxhi. E tani ulemat kanë dhënë disa komente, se Ibn Hajeri, Ajni dhe të tjerë, ndërto kanë thënë haxhi ka qenë të këta i njohur. Andaj nuk ka pas nevoj për të dhe nuk ka pyetur. E ka pas të qartë. Allahu alem, e rëndësishme është se pejgamberi alayhi salatu wassalam përpas mënyrës që përgjigjet këtij dhimami beduini, edhe pse e pyeti pak si vrasht. Por megjithatë tregoi edukat, e që është mësim për neve, dhe i përseriti shtyllat e islamit, mbi të cilat është ndërtuar ky dini Allahut azza wa jall, e që ne jena musliman dhe duhet të përmbahemi shtyllave të këtij dinit Allahut. Në to kompromis nuk ka. Ai që bën kompromis shtyllat e islamit, ai ka keq punë me iman, Allahu na ruajt, ja Rabbi. Allahu e din më së miri dhe deri së ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري